Të dashur shqiptar me një trishtim shumë të thellë, duhet të kritikojmë një gazetare që quhet Alba Alishani, e cila fut vend dhe pa vend fjalë nga anglishtja në gjuhën shqipe. Dhe inteligjenca kompjuterike e kritikon këtë gazetare. Kompjuteri, jo njeriu. Dhe thot që fjala prevalent që ajo fut nga anglishtja në shqip përdoret gabim nga gazetarja. Ta shikojmë se si thot inteligjenca kompjuterike. Të dashur shqiptar, shkatrimi që i ka sjell gjuhës shqipe kjo gazetare është i papërsëritshëm. Dhe në çdo 2 minuta ajo fut një fjalë të huaj në gjuhën shqipe, por me kuptim të gabuar. Fjala prevalent ka ardhur nga gjuha latine. Prevalent nënkupton i përhapur, i zakonshëm, ose që ndodh shpesh në një vend ose kohë të caktuar. Ndërkohë që Alba Alishani e përdor me kuptimin njerëz të pranishëm, njerëz dominues. Ajo thot, njerëzit nuk do të jenë prevalent gjatë zgjedhjeve të 11 majit. Nuk mund të përdoret kjo fjalë kështu, ajo nuk di as anglisht dhe as latinisht. Gjë më e bukur është se inteligjenca kompjuterike ka gjetur të gjitha modelet e gjuhës shqipe. Në shoqëri, përdorimi i telefonave inteligjent është i përhapur, mund të thuhet prevalent mes adoleshentëve, ose korrupsioni është i përhapur, mund të thuhet prevalent në disa vende në zhvillim, por nuk janë njerëzit prevalent. Në shëndetësi, diabeti është i përhapur, mund të thuhet prevalent në vendet me konsum të lartë të sheqerit. Dimrit, gripi bëhet më i përhapur, më prevalent. Në natyrë, mushkonjat janë të përhapura në rajonet tropikale, mund të thuhet prevalente për mushkonjat, jo për njerëzit. Pishat janë të përhapura në këtë pyll, jo njerëzit, sepse bëhet fjalë për diçka që është e qëndrueshme, e përhapur dhe e qëndrueshme, ndërsa Alba Alishani e përdor këtë fjalë me kuptimin që njerëzit bëhen sundues, pra e përdor gabim. Në teknologji, rrjetet 5G po bëhen të përhapura në zonat urbane, domethënë prevalente. Lajmet e rreme, si ajo që përhap Alba Alishani, janë të përhapura në rrjetet sociale, domethënë prevalente. Siç e shikoni, nuk mund thuhet për njerëzit që ata bëhen prevalent. Është një gabim trashanik gjuhësor. Në vend fjalës prevalent që e përdor gabim, Alba Alishani do të përdor fjalën i zakonshëm, i përhapur, dominues, gjithëpërfshirës dhe i pamohueshëm. Por a mund të përdoret fjala prevalent për njerëz? Sigurisht që mund të përdoret fjala prevalent për njerëz kur i referohemi një grupi të përhapur ose dominant, por është më natyrale të thuhet se një tipar, një sjellje ose gjendje është prevalente, është e përhapur mes njerëzve dhe jo njerëzit vetë. Pra, është gabim të thuhet që njerëzit vetë janë prevalent, dhe këtë thot inteligjenca kompjuterike është më e mençur se bjondja me flokë të zeza nën sqetulla. Tani ka dhe shembuj me njerëz, sjellje. Mes të rinjve, preferenca për punën nga larg është e përhapur, prevalente. Në atë rajon, mosbesimi ndaj qeverisë është i përhapur mes qytetarëve të vjetër, prevalent. Mund të thuhen tiparet fizike, kulturore. Sytë e kaltër dhe flokët bjond janë të përhapur tek popullatat skandinave, moj, Alba Alishani, dhe jo tek shqiptarët flokë zeza nën sqetulla. Vegetarianizmi po bëhet gjithnjë më i përhapur në komunitetet urbane, domethënë prevalent. Mund ta përdorim për profesione. Në Silicon Valley, inxhinierët e software-it janë të përhapur. Por ata janë të përhapur gjatë gjithë kohës, janë prevalent, jo që bëhen prevalent. Domethënë, sipas saj, ata që duhet votojnë duhet të jenë gjithë kohës të përfshirë edhe mbas zgjedhjeve, domethënë ky është gabimi i saj me fjalën prevalent. Një alternativë më natyrale, inxhinierët e software-it janë të zakonshëm në Silicon Valley. Në do ishte gabim të thuaj prevalent. Alternativa më të mira për të përshkruar njerëz se sa fjala prevalent. Nëse doni të thoni të shumtë ose dominues, këto fjalë mund të përshtaten më mirë. Fermerët janë të zakonshëm në zonat rurale, më mirë se sa të përhapur ose prevalent.
punëtorët e teknologjisë dominojnë fuqinë punëtore në këtë qytet, është më e mirë se sa fjala prevalent. Tani si u formua fjala prevalent? Ta shikojmë. Prevalent vjen nga gjuha latine, që në emërore është praevalens. Ka kuptimin superiore me fuqi dhe është krijuar nga parashtesa prae, që do të thotë përpara, dhe valere, që do të thotë të ketë fuqi, të jetë e fuqishme. Pra ka kuptim komplet tjetër në latinisht dhe kështu është futur në anglisht në shekullin e 15 të dashur shqiptar. Tani ku është gabimi i Alba Alishanit? Ajo thotë që mbas datës së 11 maj, gjatë zgjedhjeve, njerëzit nuk do bëhen prevalent. Të bëhesh prevalent do të thotë të përhapesh, të shpërndahesh dhe të jesh aty gjithkohës. Do të thënë prevalent do të thotë dukuri e zakonshme. Por ka në mendje që njerëzit nuk do të shfaqen në 11 maj, do protestojnë gjoja në votën e tyre. Pra nuk lidhet fare me fjalën prevalent. Prevalent është diçka e qëndrueshme e përhapur. Por kuptimi fillestar ka qenë i fuqishëm, dominues, për karakteristikat e njeriut, jo për njeriun vetë. Pra dhe njëherë, në qoftë se ju, mua, do më zgjidhni antar të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë që e meritoj, unë do ngrej komisionin e etikës dhe do t'i vë ca gjoba kësaj gazetarje që ajo mos t'i lyej më flokët me të verdha. Ju faleminderit të dashur shqiptar dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor të mbrojmë gjuhën shqipe nga këta idiot.